Koha ka qenë shumë e mirë, nuk ka qenë ftoftë që qërshori, korriki, gushti, ka qenë, ka pas më shumë, ka pasën fëmijë me djepa, me fëmijë të smutë. Aty ka qenë një ambulant, i cila ka dhonën disa vajza kanë qenë, i kanë shërbyer aty në populli, kanë vaksionu, kanë dhonën ilaçe, kanë dhonën, aty patra një farë lloj zhugën, aty dimë thonën, shumë ka qenë katastrofë e madhe. Plumat gjithanë dhe kanë sulmu Kleçkën. Kleçka koshaj i rezistencës, i simbolit, aty ka dhënë jetë edhe komandant Komanova gjatë luftës aty. Kleçkën e kanë rrezikuar ndanaont, e kanë bombarduar si. Një natë për shumë natëve kanë ardhur 4 aeroplana, na kanë ardhur për mi krye. Vështërsi ka pas, tut ka pas. Një për shumë për atyne jenë vorosën edhe 3 djemë, 3 ushtarë aty, Sadik Shala, Imer Alushani, ku kanë punu dhe djemë të mi, edhe une i kena vorosë. O konë në ngjarje tragjike, mi po ato kufoma që kanë bo ata. Kleçka ka sakrifiku shumë, përpos që ka qenë qëndres, ka sakrifiku edhe shumë dëshmor, të regëm ndoshta përjetimin personal. Se e keni përjetuar jo? Pa, normalisht njerit një cofë, një pullë, është tragjike, dhe da shka bo punë e madhe. Ato e kënë pas kretë gjakit, këshëri, aty një konë 3 dëshmor që kanë rrë. Nonët e tyne, babat e tyne, disa s'kanë pas dhe babat, i kërëshin këtë martun heq, këmë përrecu dhimbje, këmë përrecu gjithë shka. Këmë pas edhe, besa edhe tut, këmë pas të madhe, se këmë pas të mi shumë me veti, këmë pas edhe gra shumë me veti, i më kënë si krymë familjari i atyne, o duh me zbut ata, me s'milon më tut, dhe besa unim tut ma shumë se ata. Edhe qështu, sakrificë e madhe konë. Më tregove pak më herët që ju ndoshta keni qenë ai krye familjarit, cili është mundu për ushqime, veshmbotie, gjithçka. Tregoma ndonjë rast ndoshta kur vërtet ke ndier frikë ose sa ka qenë e vështirë kjo pjesa kur e ke ditë që të gjitha ato shtëpi kanë frikë për juve? Po frikë, s'ka pas se unë i kom pas ata kushërit aty. Ata në konën 3 familje aty. E najna do pjesë, do të ata. Po aty ka pas për të në fshatrave, ka pasën, njohshëm e pa njohshëm, se ka ditë ku shkojt janë. Na kena pasën një shporet me vetje, ku morë, kur im shku aty për Kleçkë, ku morë një shporet zi, ku morë 2000 kila mill, ku morën qaj, sheqer, gjithë shka, vaj, edhe unë s'kom pas vështërsi për bukë. Po të regoma ma herët që millin që ka pru Rështir Shabani, a konë me një depo, aty në konë 20-30.000 kila në konë asishe. Kush ka desh me shku me morë me një thes, 2 thes, si pas familjes kanë shku, kanë morë edhe vaj kanë morë, edhe sheqer kanë morë. Po, aja u bo dhe ma tragjike të një që edhe e kallën atë millin, atë ndërtesin, u kallë milli, u kallë gjithë materiali dhe si. Ofanziva u pritken gjitha onë me ardhen. Unë e kom qenë në Kleçkë, kërë u thy gry Kallapushnikit, kanë ardhë luftetarë, kanë ardhë plagostën, kanë ardhë luftetarë vranë, kanë ardhë gjitha fëmijë të ikë pe fshatit Kallapushnik, edhe tragedi shumë. Po besoj që pjesë e gjithë këtyre historive dhe këtyre momenteve, kujtimeve, sidomos krenare që do t'jeni, jeni shumë krenar.